Realisht ne po themi kemi pasur brenga dhe shqetësimet tona mezi si të mbijetojmë edhe me këtë shumë që kemi pasur më herët e lërim. Tash kjo rritje nga 15% është një rritje e cila i dëmton gjitha shtresat, po flas shtresat me përjashtim të asaj kapitaliste që i kemi një pjesë bukur të mirë këtu. Në veçanti i atakon punëtorët e sektorit privat, sepse dini që pagat tona janë jashtëzakonisht shumë të vogla. Unë besoj që ju e dini që ne edhe sot në Kosovë kemi punëtorë që paguhet me 250 euro dhe nëse një pagë e jona është 250 euro dhe minimumi një faturë që do të bëhet nga 1 prilli do të jetë rreth 50 deri 70 euro. Atëherë që ka mund të banë njëri po themi, me një pjesë me 170-80 euro. Megjithatë, përderisa unë kam prit që spakut për festën e Bajramit qeveria e Kosovës na gëzoi, siç na gëzonte nganjëherë para zgjedhjeve me nga 100 euro, po shifet që ato 100 euro tani ne po i paguajmë 2 fish ose 3 fish, sepse nuk është duke e qarë kokën fare sidomos për shtresën e ulët të punëtorët të këtij sektori privat. Unë e di që me këtë rritje edhe bizneset do të atakohen, por gjitha që ka sillet dhe pështillet vije deri tek ne, sepse në moment kur atakohet biznesi, punëtorët janë të partë ata që do ta kryejnë këtë fakturë, që do ta paguajnë këtë fakturë, por vetëm duhet ta bëjnë një ballancim ose duhet ta bëjnë një farforme, një krahasim nga ajo që para 2-3 mujdite morën ka 100 euro, domethënë edhe fëmijët edhe krye familjarët ose dhe plesht, dhe tash me njëra të mjetët që na i ka marrë, realisht po i bie që po na i merr për 2 muaj ditë. Dhe nuk qenë ka qëllimi që si t'i favorizoj ose si t'i ndihmoj shtresës së ulët, por qëllimi pas ka qenë kjo që tani vetëm po shihet. Po shifet që rritja e energjisë e kanë shtyr deri më tani, dhe pse mendoj që nuk e kanë asnjë arsye, po krejt kjo ka shkuar për shkak që spakut mos ketë ndikim tek votat, domthonë tek zgjedhjet, dhe në moment kur zgjedhjet përfunduan, tani ju po e shihni që veç duel me kët opcion, për cilën çka mujna me thonë na, kur edhe qeveritë e mëhershme, po në veçanti kjo qeveri ka premtuar që në momentin kur të merr pushtetin, jo që do të ngritet rryma, po ajo do të zoglohet, edhe përkundra asaj ju e dini që spakut londën e parë si askush tjetër ne e kemi tonën, dhe me që keku nuk e ka rrit asnjë cent shitjen e megavatëve tek Kedsi dhe të tjerët, atëherë dëbon me dije që kam një bindje të plotë që e gjithë ky ndryshim që po bëhet për apetitet të njerëzve në mënyrë individuale.